E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi në mënyrë pak më amatore, por për të komentuar Big Brotherin sonte, Prime në fakt që ka një sër dinamikash. Do doja të ndaloj te kjo dinamika që ka qenë e diskutueshme, ku në fakt kanë reaguar edhe familjarët e Tonit, të cilët kërkonin që të përflitet sonte si temë, që të komentohet sonte si temë pasi që Eliona, do të thënë, kishte përmendur edhe vajzën e tij, por unë besoj tek sinqeriteti i Elionës edhe pash se në çfarë konotacioni e kishte thënë. Okej, e gabueshme për ta përmend brenda shtëpisë sepse nuk janë personazhe brenda shtëpisë dhe nuk duhet përdorur familjarët për ta bërë lojën, do të thënë ka qenë historikisht kjo Big Brother, por në konotacionin që ja kishte thënë nuk ja kishte thënë për ofendim. Më pëlqeu bindja e Leonorës sepse do të thënë në çdo Big Brother më vjen keq që po e them, po në çdo Big Brother flitet për të brendshme, nuk ka shanca në Big Brother të kalon pa të brendshme. Po nuk më duk si debat për zarftëzi, mendoj që Toni pak e kishte përdor si shumë, si gjë, vetëm e vetëm do të thënë që të diskutohet në Prime dhe okay, është lojtar i fortë. Lojtarët e fortë në fund të ditës do të përdorin dinamika. Duhet marr mendimin tuaj. Si mendoni ju këtë gjë?